Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të nderuar vëllezër, në pjesën e parë të këtij seminari dhe në pjesën e dytë kemi marrë me vetdijen si kërkesë elementare e çdo pjesëmarrje aktive në projekte të dobishme. Kështu po e formuloj. Dhe kjo vetdije mund të jetë e formuar si duhet, e ndërtuar në kuptime të duhura dhe të funksionon si duhet, por mund të jetë edhe mangët si pasojë e mungesës së kuptimeve të duhura apo deformimit në kuptime që pastaj manifestohet edhe në jetën praktike. Vetdija të ndërlohet me pjesën e parë ose pjesa e parë e trajtimit të vetdijes është e domosdoshme, që duhet me ditë se në raport me çka duhet vetdisohemi ne. Në raport me rolin, në rëndësinë, përgjegjësitë, në raport me kapacitetin e këto që kemi thonë. Dhe nga cilat deformime dhe probleme duhet të ruhemi edhe mbrohemi edhe imunizohemi. Mirë po, ky trajtim i vetdijes deri në këtë pikë është i domosdoshëm, por nuk është i kompletuar. Nga se vetdija realisht ndonjëherë që kërkohet është tërësia e caktuar e informatave të caktuara, të cilat e aftësojnë besimtarin për jetë. Jeta është zhvillim, është praktik, është veprim. Tash ne po dojmë që këto që kemi marrë deri më tani, veçanërisht të parat, t'i shndrojmë tash në mënyrë të vepruarit. Nga se dallon kur njeri ka dije, e dallon kur kjo dije kalon në bindje, e dallon kur kjo bindje kalon në mënyrë të menduarit, edhe kalon kur kjo mënyrë menduar kalon në mënyrë të jetuarit. Këto këto faza që do të mi kaluam. Ka informata të caktuara që tek ne janë ende në fazën e parë, dije, por nuk kanë arrit hala më u bë mënyrë të menduarit. Për shembull të ndrozur, nëse i marrim çështën e besimit ton, çka besojmë na? A kemi arrit që këto me inkorporu në mënyrët menduarit tonë? Jo. Na për shembull besojmë në ahiret, po shpeshherë mendojmë me dunjë. Na besojmë se caktimi i Allahut është kusht i imanit, po shpeshherë nuk e kemi këtë pranishëm jetën e përditshme. Sjellja jonë nuk është sjellja e atij që pajtohet me kaderin. Për shembull, sjellja jonë nuk është sjellja e atij që është i bindur se me lajket po regjistrojnë, e kështu me radhë. Prandaj është avancim kjo, nuk është njëjtë. Për këtë arsye edhe ne duhet që gjithmonë këto kuptime t'i shtyjmë përpara, duke i shndruar nga niveli i dijes në kuptime, nga niveli i kuptimeve në vetdije, nga niveli i vetdijes në mënyrë të menduarit, çështu muslimani mendon, dyshë s'di më menuaj apo. Nga se realisht sistemet menduarit e përbëjnë kuptime të caktuara, që ato që janë. Nëse që to janë dominante, çështu kemë menu. Edhe pastaj mënyrat menduarit ka me imponu edhe mënyrën e sjelljes edhe të vepruarit. Nga se është e mirë njohur që kuptimet prodhojnë veprimet. Ndryshimi i kuptimeve sjell ndryshimin e veprimeve. Nuk është e mundshme njëri me pas kuptime të caktuara, pastaj në shpërputhje me to me pas veprime të caktuara. Përveç nëse këtë e bën nga hipokrizia, qëllimshëm me dëmtu njerëzit. Kjo punë tjetër. Po flas për funksionim normal të kombinimit mes kuptimit edhe në mes të veprimit. Andaj deri më tani kemi ndërtuar kuptime të caktuara që prodhojnë një vetdije, që është fazë e avancuar e dijes. Edhe rrëdhëmisht nga kjo e bën edhe një musliman apo një muslimane që ndëgjon këto gjërata e bën më të avancuar nga niveli i një praktikanti normal të rëndamt në një besimtar aktiv tashmë që këtë mesazh, këtë dobi, këtë arritje, këtë udhëzim me bartë edhe tek ata që e rrethojnë. Kjo është fazë më e avancuar. Pa nuk mund të avancojë në veprim nëse nuk ka avancuar në kuptim. S'ka mundësi apo. Sikurse në njëri për shembull, nuk mund të avancojë në nivel e dhënies së fetvave, por s'ka avancuar në nivelin e njohjes të realitetit. S'mund apo. Qase fetvaja është përbërje e dy komponenteve, dijes teoretike edhe njohjes së realitetit, të atij që po jep fetva ose atyre. Por nëse i shmang nga realiteti, i shmangur nga shoqënia, nuk je pjesëmarrës shoqëni, ama ki dije. Ti a dije mund me prap si mësim,
por jo si përgjigje, jo si fetva, për shkak se nuk ke avancuar në nivelin e dhënies së fetvas. Edhe kjo të është fatkeqësisht kaotike, se përpara tek ulemat ka qenë shumë e rregulluar. Jo çdo dietar ka dhënë fetva. Jo çdo dietar ka dhënë fetva. Dietar që ka mësu, po, mësim ka dhënë, ama fetva s'ka dhënë. Se fetvaja është tashti është formësimi i dijes si përgjigje për dikujt mi bë zgjidhje. Kjo është nivel më i avancuar. Andaj çka kanë ulemat? Ose njëra thon. La yufti wa malikun fil Medina. S'ka fetva për dikujt e malikun në Medinë. Dihet kjo është për fetva, çu ti jap fetva maliku këtu apo? Kushtimisht apo? Ose për shembull, halifja ka marrë vendim që në meselet e haxhit, edhe në kohën e haxhit, jep fetva ata Ibn Abi Rabah, veç s'ka kërkush tjetër, se ato burani gat. Edhe halifja ka pritur të marrë fetva, ma kjo pyetet për fetvat e haxhit apo. Për faktin që ky është banori i Mekës, i njëra thonë është dietar dhe këtia kemi dhënë tash kompetencë për fetva. Edhe në gjithçka që ashtu apo. Duhet të pas ndërtim të caktuar. Çdo ndërtim e prodhon një avancim, një kompetencë dhe një veprim. Nëse s'ka avancim në kuptime, s'mund të pas avancim në veprime. Pamundshme është. Nga se këtu janë të ndërlidhura mes veti. Sikur për shembull të ndërlozur një njeri nuk e din rrugën për Shkup, kushtimisht, ose për Tiranë, nuk e din. Apo. Dhe sarja mësyn ja huq. Apo. Përpjekja e tij, për shembull, a ka më qiu në desin caktuar? Jo, njohuria ka më qiu. Desë nuk e mëson çfarë rruga s'kemë shku kur. Apo. Anti kemi vë, ai mund rastësisht më aqellu, por kjo rastësi është 1 milion, apo kupton? E nëse dëra me kon aktivista me rastësi, nuk është marrë si më dhan hiç. Unë thash, ne duhet me qenë aktiv, të dobishëm, por me çka, me vedije, me plan, me kuptime, me avancim, me çfarë me kon. Rastësisht ka qenë me një mezhlis, ka thonë njerëz keni frikë Zotin se Allahu komandru e dikush që aty ka dhënë udhëzu, kësi raste ka, po na nuk dëna kësi rastësie apo me pranuesi fakt të detyrueshëm për ne për veprimet tona, jo apo. Fakt i detyrueshëm për ne është dija, është kuptimi, është avancimi në këtë punë. Prandaj i kemi marrë këto kuptime, edhe në kuptimin asaj që duhet, edhe asaj që nuk duhet. Këto dyja tash kur i kem parasysh, nëse këto përzihen mirë, i kuptoj mirë, kam na pasuru po. Kam na pasuru me cilësi. Tash njohuria komunon në cilësi. Pra ti e din që bujaria ka sevap, por nuk je bujar. Apo. Tash dituria për bujarin të bën bujar. Cilësia jote është bujaria. Njohuria jote se vdekja është vetëm me caktim të Allahut te barekutaala, prodhon efektin e trimnis. Apo. Pa këtë s'u shkon trim. Apo. Kushtimisht. Prandaj ne këtë tash pozicionojmë. Ligjërata e tretë ka të bëjë me tash efektin që e shkaktojnë këto mësime në formimin e besimtarit, në manifestimin e tij praktik në jetën e përditshme. Besoj që tash është e qartë. Që kjo menaxher është kompletimi asaj të para thonë. Prandaj kam pas përsëritje nga e para për shkak se ato janë tash që e derivojnë këtë ligjërat, por jo në mënyrën që kemi trajtuar, po tash me pjesën e avancuar të pajisjes praktike, lëvizjes me cilësi tash, apo jo vetëm me njohuri. Sigurisht se për shembull e din që bujaria është ka sevap, po me kon bujarë diçka tjetër apo. Din që trimnia është cilësi e lavduar dhe gjithçka me sekretin të Allahut, po me kon që është praktikisht diçka tjetër apo. Atë çu mundem që to kuptime, këtë vedije tash më shtyj përpara, që më u bë mënyrë e tjetuarit edhe të vepruarit tonë në jetën e përditshme apo. Pa kjo ligjërat është më tepër funksion praktik. E zbërthyer ato që e përmend deri më tani apo. Nëse kuptimet e para të ligjëratës së parë, domethënë vëdësojmë për rëndësinë, për rolin, për kapacitetin apo për temat bazike, për ato parimet e përkeqja që përmenda, dhe gjithashtu të ndërlozur, edhe e dyta ku përmendëm problemet me mungesën e vedijes, nëse këtu inkorporohen mirë në veten tonë, atëra ne do të jemi syqel edhe të matur. Nuk do të jemi euforik, emocional, nuk do të bim prej e mashtrimeve që mund të jenë të profileve edhe llojeve të ndryshme. Do të jemi të aftë me njoft rrethonat, edhe me gjyku drejt situatës apo. Që kjo është e pritshme.
nga çto kuptime. Po të më sjellni shembull, ndërsa me shembull më mirë qartësohet kjo që po e them. Allahu te barekote në Kur'an të ndërrozën përmend një rast shumë interesant që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bëhet fjalë për një aktivitet shumë fisnik, për një projekt nga më të mirë të mundshëm. Por ja që Allahu tha prish ato. Apo. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e paramendonte se perfiditeti i hipokrizisë shkon deri në atë nivel atë. Apo. Andaj çka tha Allahu xhallahu ala, "Walladhina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifuna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun." Tauba 107, çka Allahu çka thot. Kur flet çka bojnë hipokritët. Allahu thot janë ata që ndërtuan një xhami. A ka më mirë se më xhami? Xhamia. Mirë, po pse kanë bukë xhamia? Për të shkaktuar dëm besimtarëve. Për të cilë përqarje, për të forcu krahën e mohuzve, që me konë tash kjo palë që i konkurën xhamisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për të shërby si lloj strehimore edhe si një lloj veni ku thuren kurthet për ta luftuar fen Allah te barekutaala. Tu çu xhami çto i bën njerëzta? Apo. Mandaj ka era sinqeriteti i tepruar që nuk është i shoqëruar me vedije na bën me konaiv, i besojmë gjithkujt na. Bënë qëra, bënë i vedesh nga dalë se ka njerëz, aja e më hershme, bënë syqela. Dhe jo vetë syqel me veprimet, po të mësën edhe reagimin. Çka tha Allahu xhallahu ala? Jo veç kaq, nuk është e mjaftueshme veç me ditë që bojnë shërë. La takun fihi abadan. Aty s'bën më fal kurr. S'bën më fal kurr. Andaj të ndrozë ka ardh informata vetëdijsuese dhe ka ardh veprimi mbi bazë të informatës. Andaj bezbarë së qela, veçanërisht kur e ka parasysh ato që ka thonë pejgamberi, la yuldagul mu'minu min juhrin wahid marratayn. Ndodh me gabu kërës, nuk mund të jemi gjithmonë të atil që mund të shohim deri në detaje qëllimin e dikujt. Por kjo një herë mund ndodh. Ama a ka fshuemi deri në dytë? Realisht po, edhe 3 herë, 5 herë vinë me premtime të caktuara, vinë me fjalë caktuara, vinë me projekte të caktuara, na prapë besojmë. Ndërsa besimtari i vëmendshëm, i vetëdijshëm, që i funksionon mendja i pjekur, nuk lejon të kafshohet 2 herë. Nga se tash më lexon me fakte, jo me eufori, me emocione, jo me lavdata. Apo nëse funksionon tash kjo, me të bëu suçit me të bëu të matra. Që vetëdijsimi në këtë nivel mundson njëjën e realitetit. Kurrë të njerëz dashakeq për shembull, hipokritëve. Të bën me kuptuar që njerëzit mund të jenë deri në atë nivel të legët prisht, saqë janë të gatshëm me përdor edhe më të shenjtat për të bëu keq atë. Edhe më të shenjta për të bëu keq atë. Prandaj ai gjyhetari që ka shkuën gjah për zogjt me gjujt, po i ka vrarë 2-3 kamet në deg. Po ka qenë atë ditë erë, edhe pluhni i ka rasyve që i ka shkaktu, domthon lotin, adin, kur pluhni në sy lotan apo. E ata të mbeturit të gjallë, në vend se që të marrin masa me shpëtu nga dora e tij, ka thonë që ka buri mirë, edhe pse po na vron s'ka gola, ma po i dhim se më apo. Apo. Ajo mesazhi i proverbës është shikon në duart e tij, jo në sytë e ngojën e tij apo. Ai na prend ditë për ditë, na rën ditë për ditë, na prap besojmë në reklama të caktuara apo. Andaj vëdisova, merr masa. Shikoj xhami është kjo apo, mos u fal. Edhe Allah tha, le yahlifun, ata kanë më bëj pasha Allahun e kanë dashur për një këtë punë. Shikoj din këtë drejtë. Kjo vallahi mos më kon ajetu shamara. Po Allah të vëdison, wa le yahlifun in aradna illa al-husna. Betojmë në Allahun, pasha Allahun. Po një para te u betu që këtu po e ka qenë në xheneti apo. Apo. Wa qasamahuma pasha Allahun unë për të mirë juve kam thënë. Se për mua si dole pe xhenetit sinajtë për mua son njëjtë kjo punë. Për mua më rëndësia, ma e kam për ty që me gjithë këtë vend mirë, po ta do të mirën. Pasha Allahun për të mirën tonë kam. Prandaj ka thonë Omeri, lestu bi khibbin, s'jam mashtrues, wala al khibbu yakhda'uni. Po as mashtruesi s'ma shon mua. Se e di ç'a bën atë. Ai besimtarë është qel. Ne kërkojmë një vedije që nuk na merr diet me eufori apo. Vazhdo ndërun këtu xheneti, këtu është haku, këtu edhe hyjëm. Po ti di çfarë nders këtë ngu, ç'a morë vetë për ders Allah.
Dhe ishte rinja të mësuna për vetdije, për gradualitet, për këtë punë, hyjëm një dola tjetër, ti merr njerëz ato. Kjo është mungesë e vetdijes, mungesë e pikurisë, mungesë e suqelësisë ato. Që realisht ne synojmë suqelësi. Ne synojmë njërin me bë të aftë me i kuptuar thonë ata. Nuk synojmë me bë vartës. Njerëz që varen pe neve na pasojnë, jo apo. Jo, nuk synojmë. Ne synojmë me ndërtu individ suqel, të vëmendshëm, të e njohin realitetin, din kon mengu, din ku është burimi, din çka do të më bëjë. Por kjo do të vetdije. Jo veç dije, do të vetdije atë. Aftësi për të njohur gjërat, për të realizuar dhe për të marrë qëndrime atë. Çka është? Aftësia për të njohur realitetin, por për të marrë qëndrime në përputhje me realitetin. Jo vetëm njohur atë. E çto kuptime realisht çto e sjell atë. Nëse çto i studiojmë, i analizojmë tash, sot i mjaftuar, sot kanë përmendur shumë pika. Me një seminar është e pamundshme, por nëse këtu tash i shndrojmë në ushqim të vazhdueshëm ditor për më ushqy veten, për më pasur veten, me lenin Allah te barekutaala, kena marrit në këtë nivel të kësaj suqelësie apo. Dhe argument praktik i keni edhe sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam, të cilët, domethënë, kanë qenë shumë suqel, kanë qenë shumë përkushtuar, edhe kanë qenë shumë, domethënë, të qartë në kërkesat e tyre edhe në punët e tyre. As ju kanë bërë përshtypje këtu, as ato absolutisht. Sepse në kohën e tyre ka pas joshje, ka pas ideologji, ka pas filozofi, gjithçka ka pas në kohën e tyre. Megjithatë kanë mbetë të paprekur, të pandikuar, edhe pse kanë depërtuar thellë në qerrët e civilizimit të kohës së kaluar. Gjithashtu të ndërozër, nga kjo suqelësi është edhe të kuptojmë se atje ku përmenëm temat bazike është adhurimet e zemrës, apo shiko kur mungon zemra, ç'a bën vakia. Këta hipokritë që ka bëu këtë xhamia, pse kanë bëu kështu? Pse kanë të ligë zemra, apo kanë pas zili, kanë pas urrëtie, të kishin pas sinqeritet, dashni për Allahun xhallahu ala, kishin bëu këtë punë? Jo, apo. Andaj shikoni mungesa këtu vëdisova, se ku ka mungesë sinqeriteti, ku ka mungesë ibadeti, ku ka mungesë dashnia për Allah te barekutaala, nuk ec aktiviteti. Nuk ec. Tërheqëm me kohë, reagojmë me kohë, më mirë se më shku duke u thellu, pastaj në personalizim të çështjeve e pastaj në përplasje apo. Tërheqëm, jo. Unë nuk jam për këtë punë. Andaj Allah xhallahu çka ka thënë në Kur'an? Wala taq'ud ba'da dhikra. Ati që e ke kuptu që ka pëndodhë, mos ullë mo aty. Wala taq'ud, mos rrimo, çu. E kuptoj që ka qëllimi. Qëllimi është jenë të e bu planin që shmerzu njënën, apo, që shme pengu dikan. Të që lyp në mejlis? Të që lyp në ato mejlis ku realisht bën plane që shme i bu kur dikuj? Që lyp aty? Ndaj, qopi aty, s'ka hajrë. Bëhu si qilë që ku përdo ta jeti. A shiko ata s'kan mujt me pranu që xhamia e pejgamberit do me qenë epicendra që të bën besimtarë, s'ka mujt. Ai që nuk duran, ty nuk duran, nuk e duran suksesin tënë, çka bën? Tenton ty me dërzu edhe me bëu projekte paralele atë. Kopimet e që thanë. Nuk është kreativ, nuk është veprimi i tij për ta përmbushur kërkesën shoqërore. Jo, apo. Po për të konkurruar projektin tënd që më tërzu ty edhe ai me kondominant. Problemi kush që problem? Te zemra atë. Ne bëni të bindur që pa përmirësu zemrën, s'ka aktivizëm të mirë atë, as të duhur atë. Gjallë të ndrozë ajo që e sjell kjo tash mos i bëj këtë ato që i thash më para thonit apo nga cilësitë që tash i përvetsojmë nga vetdia e ndërtuar me kuptimet që i kemi pranë është edhe tash suqelësia dhe maturia, e dyta është guximi. Guximi apo. Guximi të ndrozë nuk është në kuptimin e trimnisë apo. Nga se ndëgjani, çdo cilësi që po e përmeni ka të bëjë në kontekstin e temës, jo në kontekstin e nocionit. Apo kuptoni? Për shembull, nëse ne jena të fol për një fushë caktuar, këtë rast qysh me qenë aktiv në punët e mira të thirrjes apo. Tash këtu kur flasim për guximin, dallon nga tema e guximit në xhami, xhamati rëndom ti je i guxim shumë në jetën tonë të përgjithshme, jo si aktivist. Dallon kjo. Ne po flasim për këto cilësi të përvetësuara nga vetdia e jon në ndërtimin e një
qasjet e duhur dhe pjesëmarrje aktive në punë të mira. Për çfarë po flas apo? Madje suqëllësia është shumë më e gjonjë se ç'i përmenda. Maturia është shumë më e gjonjë se ç'i përmenda, por e orientova pikërisht në temën që po na duhet apo. Edhe guximi këtu apo. Guximi nuk është detyrimisht detyrimisht me trimni. Po këtu është fillimisht fuqi. Merr fuqi, për çka merr fuqi? Tash e shpjegojmë inshallah bindem. Allahu xhallahu ala përmend se ato dy vajzat që ju ka shpëtuar Musa alayhis salam e kanë vërejt këtë cilësi të Musës. Edhe kanë qalet ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajarta al-qawiyyu al-amin. Njëra nga ato dyja tha, o bab, merre se ish i guximshëm dhe besnik. Qawi do i fort, jo qawi nuk është fuqia, qawi që ka hekat ka pakun veç ato, përsh. Po edhe i fort ishte në karakter, se ka mujt me keq përdor moralisht ato dyja. Apo ka mujt mi shantazhu, ka mujt, po ishi fort i përmbajtur. S'ka kërkuar problem, dhe kjo është forcë. A ka po ju kanë imu, e pse ka qenë i uritur. Pse kur ka shku në hije Musa, çka ka thonë? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Unë jam i varur dhe i varur, për çka do që të më jap këtë, kam nevojë. Kam nevojë për një vend me kuflaj, kam nevojë për do ujë me pi, kam nevojë për do ushqim me hongër, për gjithçka kam nevojë atë. Mi sa ka kurzuar, ka thonë çfarë në dele më japni unë pe ka pakun. S'ka bëu kështu apo? S'është i fortë në karakter. Bën veç të mirë dhe largohet apo. Me që kjo është ajo pjesa e fortë që ka pas Musa sa. Po edhe muskujt më rëndësi, por jo veç kaq apo. Prandaj rëndësia e cilësisë së guximit është se i mundson besimtarit me marr vendimet e duhura në kuadra të vështira apo. Nuk ka letë me marr atëherë. Do me bërë reagime, iniciative të kërkuara. Çish funksionon çka të vëzhgoj? Çish funksionon atë? I guximshmi me këto kuptime që po flasim, me vetdije të ndërtuar si duhet, i guximshmi ndërmerr iniciativa pa prit se kush bëhet me ta. Por ta më rëndësi legitimiteti apo. Është legitimiteti dhe e nis punën apo. Ka guxim. Nuk pret për shembull që le të bën kallabllak, nëse ka keq, të tonë ju bën nisë keq apo. Apo. Nëse është mirë, thotë unë i parë nisë apo. Jo, s'është kjo çert. E shoh që punë mirë, vazhdon apo. Allah çka i tha pejgamberit sa apo. Çka i tha Allah pejgamberit? Lufto, përpjeku, angazhohu, la tukallafu illa nafsak. Veç ti ngarku me këtë punë. Mos priti a bën sahabët, ti ki për obligime që të fund mesazhin. A bëni kallabllak, sa më rëndësi apo. Këtë bëni guximshëm. Ise nuk shikon në pasues, ise nuk shikon për shembull në numër njerëzve apo. Po shikon në rregullat fetare. A është koha? Po, çfarë? I duhet legitimiteti. Nuk i duhet autoriteti, nuk i duhet shumësia e njerëzve. Se me qenë kështu pejgamberi kërton më së pari, pianisive pa hala pa dal me mirë 100 vjet bëmi musliman. Bile kur dalim pak, ja Allah, e dal vet 5 vjet sa muslimanin mbopën. Ama. 5 vjet. Kur ka zbrit ajetin surën Al-Hadid, alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al-haq. Allahu jalla wala I ka qortu sahabët. Në Mekë. A nuk ka koha që besimtarët tash të zbuten zemrat me përmendjen e Allahut dhe me shpallën që po zbritet? Zemra halat me kon më but, më devotshme. Për në sahabët. Andaj thot Ibn Mesudi, s'ka kaluar ala 5 vjet plota e Allah na ka qortu me këtë etapë. Do të transmetim ka përmend, kemi qenë të numëruar ngishta sa kemi qenë, kur Allah na ka qortu me këtë etapë. Paranojë. Se shumësia e pasuesve ka ardhur mas limit Mekës apo. E çfarë më mirë më mbopën. Se para Mekës pak ka qenë muslimanë apo. Fisë arabë kanë hyrë në Islam pas Mekës. Nga se tash ju mbin se Allah e nimon këtë pejgamber mas të çapën e ka marrë apo. Por s'ka prit pejgamberi apo çabi apo kjo apo tek kështu më radhë. I guximshmi nis. Lëviz. Pastaj tjerë bashkangjitën apo. Gjithashtu të ndërlozë nga guximi është rishikimi i mendimeve. Ka guxim me rishiku mendimet apo. Njerëzit që janë frikacak kanë frikë me shikuese mos më dal keq apo. Mos dal gabim, ta çush më thonë njerëzit ku gabuan. Andaj mentaliteti i këtij personi aktiv, që po flasim këtij besimtari apo besimtare aktiv, të ndërtuar me këto kuptime, me këtë vetdije të ngritura, të kompletuar, është i guximshëm.
I guximshëm edhe në pikën e parë, në ndërmarrjen e iniciativave, në ndërmarrjen e hapave të caktuar, por edhe në rishikimin e atyre hapave. Po, ku pas kohë shikojmë, a mirë, a në rregull, shikojmë zemrën, a ka sinqeritet, a ka devotshmëri, duhet më shikoj zemrën më se ti janis me sinqeritet, por tani dikur gjustu dhe harron që duhet më qenë sinqert. Harron që është për Allah, jo për veti. Rrugës njerëz habitën apo. Andaj ka thonë Hasan al-Basri rahimullah, besimtari e llogarit vetveten para veprës, gjatë veprës, edhe pas veprës. Dajmen apo. Jo që para veprës a është në hak po, a jemi të sinqert po, vazhdojmë tutje. Po ka dalë tash, ka dalë se ka ndryshime. Njerëz po na dojnë, njerëz po na pranojnë, ju ndo lavdata, ju ndo përparime, çështë zemra, të shikojmë zemrën apo. Andaj është i guximshëm me rishikuar gjithmonë zemrën e tij, qëndrimin e tij, sinqeritetin, qasjen, hapat e ndërmarr, mos ka gabim. Pastaj gjithashtu të ndërvozën nga guximi është edhe kërkim falje apo. I guximshëm, ku gabuam. Nuk e dash. I guximshëm apo. Nga se guximin e ka të ndërtuar te besimi, jo te vetja. Prandaj imani ruhet, ç'e më rëndsi. Çka ndodh me autoritetin tëm se më rëndsi, nga se për mua është rëndsi ajreta, për shkak ç'pi të inkuadrim ato. Është rëndsi më ngrit Allahu, pasimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. S'më rëndsi që njerëz s'mgojnë më. S'kam çfarë më vonë ato. Më rëndsi që mos më vazhdojnë njerëzit në rrugën e gabuar e që pastaj t'ia huqin besimit dhe pasimit apo. I guximshëm është edhe me marr pjesë në aktivitete, edhe nëse nuk janë të xhamatit të japtën. Edhe që janë të frymës së tij japtën, po janë të harit apo. I guximshëm. Por na ka era për shkak nuk kemi guxim me shku me dasë tonë, çush ai bë me ta, apo me kanë me ta. Nëse ka hajër vëllezëndua apo. Sigurisht pejgamberi ka marr pjesë në Hilful Fudul. Ka qenë një marrëveshje, kontratë që është bën Mekë. Nga se ka një nga Jemeni, mi ali borxhin e Abu Jahlit apo. Abu Jahli ka qenë shumë arrogant. Ka qenë mendimat normal se nga një idhujtar i atij lloji spritet diçka tjetër apo. Kare ka lë borxhin te Çabja. Edhe Abu Jahli jo që s'e ka borxhin, po e ka rre. Edhe një herë veç ti më thush mua me ty në parë ki më pas ndryshe apo. Edhe u anku. Ka shkruar Muhamedi sa e ka shkruar disa pej ose kanë çështë më ka Abu Jahli. E ata se kanë pas nga aspekti parimor, jo Muhamedi po elita e Mekës, po kanë pas për shkak të imazhit apo. Se kanë qenë të njohur që këtu njerëzit mbrohet pasuria e tyre në rrugën njëri, kështu më radh garantohen drejtat Mekë. Andaj edhe e kanë bën një takim ku ka marrë pjesë edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Aty ka qenë mushrik Mekës. I marr vesh që me ndihmu doptin apo. Mi kthy borxhat. Me është bën një farllë, domethënë riorganizimi shoqëror për mbrojtjen e të adoptëve, ku ka marrë pjesë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Medinë ka përmend këtë në atë. Ka thonë laqad shahadtu hilfan fi Mekka. Ku marr pjesë me një aleancë në Mekë, në të cilën nëse sot më thirrin kisha më shkuar atë. Që sot po të jetë luftë me ta. Ani, nëse më thirrin për një punë të harit që ndobit njerëzimit në shkoj atë. Ku ka hajër? Shka njëre, normal, në kuadrë të parimeve, thash prap, në kuadrë të dominimit besimit, po, nëse s'ka kjo, s'ka njëre, por jo për shkak të ngjyrimit, po për shkak të parimit, refuzoj apo. Po, nuk mund të shku për shkak një vend ku ambienti është katastrofal, apo që një musliman s'un ulet aty, s'un rrin aty një musliman aty, s'un shkojnë aty apo, normal apo. Ose për shembull, në tema që s'mund gjithë në ato tema. Del gjithmonë humb sa. Ti nuk e të shku për shkak se spajtoren me ta, jo, po për shkak se nuk ka dobi në përputhje me parimet e tua, po për çfarë po. Ama nëse parimet e tua ruhen, se s'ka shkelje. Feja Allahu xhallahu ala është përpara. Njerëz i formohen për fe më mirë, por jo nga ngjyra jote, po nga ngjyra dikujt sprish punën atë. E për me marr pjesë sot e mi thy këto bariera, don guxim. Don trimni, nuk ka bashkë thjesht në zonë. Gjithashtu edhe nga guximi është konsultimi atë. Guxan mi thon diku çfarë po thua. Se mungesa e guximit çka thot? Mos i thuaj se thot nesër unë të kumsua atë. Zguxon që dikush më marr hise në punën e tij, në suksesin e tij atë. A besimtari që ka për Allahun xhallahu guxon? Andaj pejgamberi sa me gjithë po më dihen që ka pasë, ka qenë me shpallje udhëhequr, Allah ka thënë washawirum fil amr.
konsulton me ta. I ka pyet sahabët për luftën e Bedrit, i ka pyet për luftën e Uhudit. Gati për çdo betejë është konsultuar me ta pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe kjo është nga guximi. Kjo cilësi e fituar dhe përvecuar nga këto kuptime që çështu funksionon të ndërvozur. Ai kjo është si matse. Kështu pika praktike janë si matse vedijes e kuptimeve të duhura ose mungesë e vedijes dhe kuptimeve të gabuara. Gjithashtu nga cilësi që i përfitojmë nga tërësia e këtyre kuptimeve dhe nga ky nivel i vedijes është edhe normal sabri, durimi. Qase në këto që kemi rënë duhet shumë sabër. Po jo sabri që thosh diku në xhenazë kur ka dikë baba apo sabër apo. Jo kjo sabër tjetër apo. Kjo sabër tiranonca me tira manifestime apo nuk është ai sabri i diku që është smut i thotë po sabër se Allahu çon. Nuk ka çështu apo. Ky sabër manifestohet ndryshe apo. Ai thash çdo cilësi që po e përmendëm është në kuadër të personalitetit të një aktivisti të zgjatshëm edhe të organizuar mirë apo. Andaj Allahu xhallahu kur flet për sabrin në këtë kontekst, çka thot? Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wala tasta'jil lahum. Bo sabër, që kanë bo sabër pejgambert e mëhershëm, e mos nxita. Në këtë sabri është i një kuptimi tjetër. Jo i asaj që thash për vjet saktuar të jetës apo. Çish funksionon kjo ma praktikisht apo? Ky sabër i përfituar nga këto kuptime. Çish funksionon? E para të ndërvozur ai që ka sabër manifestohet në kujdesin e tij për rrëfimet e njerëzve. Për hallet e njerëzve. Se këtu do të sabër. Me ngu telefonieri që po thot, e çka ka, bo kia të hiç si për atë punë, pa i ka në rrëfy, do të më nguaf. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të ndrozur ka qenë në mezhlis, ka një vajzë re, gjerje. Ama ka pas një problem, ka pas të flasën në këto. U çu penes pejgamberin e ka shkuar me të një qysh aty gati larg tyne, ja ka ngu hallin pejgamberin. Por të sabër duhet, më që ndash motor me fol fi mos tash, s'ka vakt. Kështu s'u bosh, afton. Ose për shembull, njerëzit kanë njëra nuk të kursejnë në kohë situata. Mund të jetë për shembull me familje diku ke dalë, ai thotë, e kam një pyetje. Apo mëresh. Sabër duhet apo. Do të thotë, aspeshe jam dalë me spisën, sot të zërdilla. Ja, s'ka dillë hon apo. Sabër duhet. Prandaj Aisha radhiyallahu anha kur flet për pejgamberin sa çfarë thotë? Thotë, në fund u fal ulën apo. S'ka mund më çun kom apo. E kanë pyet pse? Kanë aqadahu nas. Njerëz e kanë bërë. Lodhja e madhe nga kërkesat apo. Shëmi i madh, do të sabër për këtë punë. Aisha thotë radhiyallahu ta'ala anha, thotë gratë e pejgamberit alayhis salam e kompenzonin Ramazan në humbur në Shaban. Pra 19 muaj ditë kam prit me kompenzuar ditë e humbura nga cikli në Ramazan. Ka ditë në Buhari apo? Po çush besë keni kompenzuar më herët, çush ke pra ka ska agjeru Aisha Ummi Salama, ajo thotë për këtë gratë. Safia i ka kap ciklin në Ramazan se një muaj ditë një herë e rrok apo. Kur i kanë kompenzuar pak ditë para Ramazan tashëm apo, gati me Ramazan atë. E kam pyet Aishën, e pse kaq vonë? Ka thonë shuglen bi Rasulillah. Kemi qenë në zonë me pejgamberin, punë e madhe ku na puna apo. Ju duket punë thjesht, për shkak të ndërvëzër, apo Aisha është që ti u kanajt e ka vetë, jo vëllazë apo. Jo, shikoj njëri shumë i rëndomt apo, sa protokoll është, sa njerëz, sa ndihmë, sa këshilltar ti ka për çka? Një ministër apo. Ky një pejgamber këtë dunjën ka me ndreq apo. Qysh u ka familja e tij apo. Për shkak goditja në familjen e pejgamberit ka qenë krizë. Se kom punë thjesht. Kështu që të ndërvëzër njerëz që kanë barra të mëdha, domthon bartin procese të mëdha apo, don sabër, don fuqi, don guxim, don këtë, nuk është lehtë apo. Ama në parë mund të shuja apo. Ti s'din, ti mos vet mua apo. Që kështu kallaj bëhet apo. Me gjykim kallaj bëhet. Me bëj sabër, mi pështu njerëzit. Sikur thashë Albani, kallaj me daif apo. Jo, po me luftu ka 10 vjet. Mos pi agjeni rrugë diku me bëj sa i që kjo është e kërkuar apo. Me bëj sabër, me pështu një thënie, me pështu një informatë që mund të jetë e dobishme. Që kjo është e kërkuar. Andaj sabër, ka dalë. E çfarë ka thonë? Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Çish kanë bëj sabër ulul azmi, çish kanë bëj sabër ulul azmi apo? Kush ka qenë ulul azmi apo? Shikon Nuhi apo? 950 vjet, vëllazë apo? 950 vjet. Edhe çfarë situate? E keni pasur Nuhi apo? Vesht i kam shel, o stak shau thiyabahum. I kanë qit para më, i kanë qit tishat mi kry.
As me të pas dojmë, as me të nis dojmë. Kësi situata, ai ka vazhduar. Në sabër me kjo, se çfarë sabri dikur Allah. Unë po i flasë s'pongoni. Ti ka të shkon nerva dikush tu piçaj, tu përzik bardakun, tu ajra po folën në këto. Apo marrësh. S'ki sabër. Normal, mes të muslimanëve praktikant duhet me pas edukat. Po njerëzit në Iran nuk din, apo marrësh. Për shembull, nuk do me kërku piti që ka kërkon pe muslimane që janë praktikant. Do në sabër. Vetë për tema pa lidhje, do në sabër. Ka dilema, do në sabër. Prandaj manifestohet në përgjithësinë e kërkesave të njerëzve. Manifestohet edhe në reagimin e dur. Nuk reagon me eufori e me emocion, por reagon me sabër. Nga reagim me sabër është reagim me frenim. Nuk është veprim, nuk është reagim me rame të lira apo. Ka pa kur shosh pe te porzës, apo marrësh, nuk e lën me rame të lirë. Jo, komunikim fren, kada ka dale. E menaxhon zbritjen me frenim. Nuk e menaxhon zbritjen me gaz, apo marrësh. Se ajo më së shkon te poshtë, e plus me i dhon domthon fuqi parlamentar poshtë atje. Andaj besimtari i ndërton reagimet me sabër, domthon me sabrin e tij që është vlerë e tij, jo me provokimin që ka ndodhur atë. Jo me provokimin që ka ndodhur. Ka qenë mund të provokon formë më dy të mundshme atë. Sa më rëndësi. Më rëndësi është ti duhesh me frenu veten, me reagu me vlerat e tua, jo me fuqinë e reagimit atë. Duhesh me reagu me fuqinë e parimit, jo me fuqinë e provokimit atë. Ka më rëndësi shumë. Nëse nëse kish me qenë reagimi i pejgamberit në bazë të provokimit, mas dy ditë kish me qenë o Zot. Çu ku do të çelë për mia? Kish me qenë çu reagimi. Çu ka qenë provokimi shumë i keq. Nga se ndërlozër e komponent disa ka ne duhet me kthy situatën në disa rrethana për me kuptuar tamam për çka bëhet fjala. Për shembull, më në shembull e Meriemës alayhis salam. Meriemja çish u rrit. Rrit në xhami. Në xhami u rrit. U rrit në ibadet. U rrit në adhurim, në dua, në shërbim të xhamisë apo. Kur s'është përzim me kërkan atë. Kur s'ka pa, domthon as ka bisedu, as komuniku kur me dikën nga gjinia tjetër. Kur ka qenë për kurse me xhamia. Që soi gruaja me çit CV, me çit jetë që shtopën. Mi thoni lavira. A është nësi më thon dikuq, nuk ka çështo ama përzihet si çpesh me tjerë atë. A është njëjtë? Nuk ka njëjtë vëllazë, nuk ka njëjtë. Nuk ka njëjtë. Prandaj Merieme ka qenë gruaja më e ndershme në fytyrë tokës apo. Më e ndershme në fytyrë tokës apo. Që sa mi thon, është heronë. Prandaj edhe në bazë të përjetimit shpesh vjen reagimi apo. Dikush për shkakun që është i përlim moral apo, ose i përlim për shkakun në afera të caktuar apo. Mi thonin një hajna, ai spreket e vëllai. As nuk lëndohet, as nuk më shme reagu. Ai mënohet që është me mlu, që mos me marrë është tjertë, ama ai s'ka në me reagu, nga se hinë në beteja që i bën problem atina. Ama ai që e ka qyshune, ka problem Allah, përse unë. Andaj pejgamberi së më përna, 40 i kanë thonë i sinqerti, i vërteti, tash si irbazi mashtrusi, nuk ka letë edhe njëve, nuk ka letë. Me gjithat ka thonë, sabër. Allah kjo donë shumë sabër, nuk ka letë. Gjithashtu të ndërruar sabri duhet edhe në razimin e synimeve. Atje tham nuk i nxiton nga kuptimet e gabuara nxitimi i rezultateve. Ja, sabërlia nuk nxiton. Ka dalë. Këtë tempon e gradualitetit e dikton shariati, jo na. Po nëse feja thot kufu eidiakum, që shka jeti, durët larg, çfarë do ballafaqimi? Namazin me fal, zakat me hapën. Qështu, deri kur te të vjen ajeti tjetër. Dhe të bosh për ajet tjetër, se bo Allah për ajet tjetër. Dhe të bosh për udhëzim tjetër. Dhe të bosh, sabër. Andaj na vjen sabër. Dhe të ndërvozë nga që e përvecon besimtari, tash shtyqëlqia, maturia, është guximi, është durimi, është edhe një person, një individ që ndërtohet me këto kuptime dhe ka këtë vetdije, realisht të ai shfaqen shenjat e qarta të përgjegjësisë. Ndihet me përgjegjësi edhe sillet me përgjegjësi atë. Për shkak se tash e din se është model, është shembull, bart mision, ka kauz, ka mesazh me përçu.
Prandaj këtu nuk mund të bëhen nëse i papërgjithshëm, karshi edhe të tjerë, po karshi edhe misionit tonë atë. Shikoni për shembull punën e përgjithësisë. Nga një pikpamje tjetër po flas. Se kjo e definohet përgjithshëm, po përgjithësia këtu çka nuk kupton? Përgjithësinë e lëvizjes, çu sa i bëkaj rahimullah. Ata të çosheve as fytyra si skuqet për mërzis kur shë harame që para hapën. As mërzit për këtë punë. Ky me këtë mentalitet s'mundet me kon këto. S'mund kon kaq, domthon kaq indiferent atë. Ka thënë Malik ibn Dinar rahimullah, kisha pas rrit mi pas në 4-5 burra të fortë e me dal me ta rrugëve me thon ja nas en nar, me bërtit fort o njerëz, runi për zjarë, ti kisha pas do të fortë e me zot të madh atë. Se s'u rrinë rahat atë. I vlan mrena. Andaj ka thënë Selefi sudurul ebrar tagli. Gjoksat e pëmirzve vlojnë me punë mira, çfarë më bëj s'më apo. Sikur se edhe sudurul fujar tagli, edhe gjoksat e fujarëve, kriminalëve, mëkatarëve vlojnë që më bëhet në sherrën në mëkat tjetër. Ama më rëndësishmë është i vlan vëlla, vlan. E kush e ndez zjarrin që më vlu ujë, kuptimet që i ki vedia është ai zjarri që ndez, pastaj lëvizin atë. Përgjithësin, shër në vendin tënë, shë probleme, shë devijime, shë dhunë. Përgjithësia e kujt është me dojë këtë punë apë? Sa të muslimani, u Allah në shëmi këtë ujtë apë. Ja, sa të shutë apë. Nuk thëtë, qështë e kanë lype e gjejshin apë. Jo, më Allah, sa të shutë apë. Dëgjoni këtë ajetë të nëzër shumë direkt në temën tonë apë. Në surë e Nisa 75, Allah o thëtë, që kanë i detohet sahaba apë. Wa ma lakum la tuqatilu fi sabilillah wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Allah tha, çfarë puna juve që luftoni për mi pështu gratë e fëmijët atje? Don çata gratë që po përsekutohen, çata fëmijë që janë keq, çata pleq që po vujnë, obligimi kujt është mi pështu ata? I juaj. Juve është. Prandaj të ndrozë, kjo në kuptim të shpëtimit të jetës apo. E çka do të shpëtimit të besimit, e të mendjes, e të nderit, e të familjes, për si e kujt është kjo vëllazë? Për si e kujt është kjo? Prandaj vedia e duhur e ndërtuar në kuptimet që kemi përmendur, realisht me automatizëm të bëjmë një përgjegjës apo. Në çdo problem në jetë, në çdo kërkesë në jetë, e fsheh që edhe unë duhet dikun me hiç apo. Tash qysh hi nuk e di, shoh kompetencat mundësit, kemi fol, por nuk rrin indiferent. Ibn Qayyim rahimullah ka thonë, besimtari i mençur është ai i cili yadribu fi kulli ganimatin bisahm. Në çdo plaç lufte ka hise atë. S'ka mundsi mu do plaçka ai s'ka hise. E pamundshme apo. Çka është i mençur? Ama ka njerëz që 100 plaçka dohen atë. 100 projekte bën, natë s'ka hise. Më rëndësi është të nuk fal namazin me duha. Vëllazë zon kështu apo. Namazi do të bën pjesëmarrës, bën më çmu. Po ju më arsyetu me te për mos pjesëmarrje atë. Gjej dikun, çka kemi bë? Çka për situata muslimane këtë vënë. Çe i të bëllë? Ani po do, ani mirë. Po veç dua që është të rastësisht, jo vëllai, bën duan e organizuar. Agjëroni ditë për ta dhe bë dua. Agjëruesi Allahu s'e kthen duan apo. A çka është vedije? Çka unë smoj më shumë? Unë më një ditë të smoj ngurbuk për ta. Unë për Allah në bëj. Po për shkak se agjëruesi e ka një dua që si kthehet, unë po duaj çat dua që të mos e më dedikuar se s'ka më shumë azat. Ma bëti çka burr, lëviz. Bëti çka caktuar apo. Shë situata të njerëzve të varfër, shë probleme, shë çka ke bëu vëllai. Po çeli mesazh. Ski mundsi apo kurrë bën një share të dersit. Çoj dikun apo, dikush e kthyr. Ama mos rrin diferent, e shëni projektarit të smer pjesë do. Jo më vëllai, jo më vëllai. Mes, apo. Merë, për shembull, një ligjërat caktuar, bën rezime, kur të më thotë, kallzoj dikon tjetër, bën atë pjesëmarrës në përcjellje. Nuk ki aftësi me përgatit, nuk ki aftësi me rrëdhit, po ki aftësi me përcjell. Më rëndësi është a penin përgjegjësinë vëlla që ki për këtë popull. A penin ti përgjegjësi që ki për këtë vend, për këtë apo ti ki mat çysh më apo më shku edhe më rnu në Mekë apo. Çysh ti ki mat apo. Ç'më shku në më rnu dikon me boj ibadet dikon. Jo, s'është shku ai ikës apo. S'është shku ai ikës. Pejgamberi ka përmend kur ka kohra kur s'las javlen, i ka përmendur standarde, po s'është ai kohë. I merr do dele ik në maç atje rën apo. Edhe ç'a bëhet poshtë flaka i dalt apo. Po, ka situata kur prish arrin në çasi niveli që realisht ke arsye. Po s'është situata e fara, absolutisht nuk ka situatë. Prandaj nuk ka arsye që mos muni me përgjithësi.
Ti ki përgjegjësi nga profilet, nga për shembull të ndërmozur. Çdo profil të jetës që e kemi ka problema. Ka problema. Ka të lasha. Për shembull të ndërmozur. A janë problemi i madh rrjetet sociale sot për rinjën tonë po? Ku kena ekspertë rrjetet sociale që luftojnë me aftësi që i kanë këtë punë, ofrojnë alternativa, ofrojnë aftësi, vëdësojnë njerëz për rrezikun tek punë. Nëse unë si prind nuk di sa të rrezikshëm, se nuk i njeh mirë. Okej, ti bën atë punën. Veç anin përgjithësi me begatin që Allah të kap me reagu tash me këtë mirësi asnjë. Nëse me reagu. Nëse reagimi është treguar se e gjallë i apo. Sikur sa Hudhaifja, kur reagon edhe keq ndron ti e dek vëllai. Është pa mundshme. Nuk i gjallënim në zemrën tonë. Prandaj Allahu xhallahu ala edhe pejgamberi sa e kanë përmendur rasti kjo është temë e madhe që kanë shumë të trajtu. Don reagimi është tregues i gjallënisë, udhëzimit apo. Me reagu gjithmonë mbi bazën e asaj që të ka mësuar Allahu xhallahu ala, me përgjegjësi. Çka Allahu çfarë në Kur'an të ndrozëm. Alladhina in makkannahum. Ata të cilët kur t'ju japim një vend, në udhëheqje, japën një pozitë, ç'a bojnë? Rrin. Kështu sa bën rruga japën. E qamu sala, wa atu zakat, wa amaru bil ma'ruf, wa nahu 'anil munkar. E falin namazin. Në pozitë nuk bëhet se bën namazin. Japin zakatin edhe urdhojnë për të mirë. Të kena vendosur këtë pozitë që të punë me bë. Ama jo ti tash i jeni atë pozitë, i lën parimet për mirë pozitën. S'na vjen kjo aktivitet atë. Nëse ti i shkuar ti me përgjegjësi caktuar, me rol caktuar apo. Andaj kjo është ai aspekti praktik i kësaj apo. Domthon realisht nëse kjo është aktive, kjo manifestohet në forma ndryshme, i ceka disa po ti strukturojnë në pika, që funksionon ato. Domthon nëse ka përgjegjësi, mbulohen nevojat e njerëzve. Nëse s'le merr përgjegjësinë, ti një, normal ato. Normal. Ti merr një aspekt, mbulohen nevojat e njerëzve. Gjithashtu të ndërmjetësor, nëse ka përgjegjësi, domthon ofrohet edhe modeli i duhur i veprimit apo. Nga se kene me pastaj adresa qëre si filoni, që si festeku, që usiret me përgjësia. Po edhe gjithashtu dhe të ketë ma shumë bashkëpunim. Nga se përgjësia realisht bën me ndi nevojnë për tjetër. Se një barë të madhe nuk mundesh me shty vetë. Andaj nga përgjësia është me ndi rëndësin edhe të vllaut apo të motrës që e kene në rrugën e njëjtë. Dhe gjithashtu të ndërlozër nga tregues të përgjësisë, nga funksionimi praktik njëtë është marrja e përgjësive ju i ka për përgjësive. Marrja e përgjësive ju i ka për përgjësive. Shikoni sahabët e pejgamberit sa të ndërlozër. Domthon, kudo që është përmend ahireti, oferta për ahiret, a i ke pa të jelshurani ndikujt apo të ushtu jepën? Ibn Tejmi rahimullah thot, kur safi për para është izbrazët, apo, nuk është nga bamirësia mi thonë vëllat hin, apo, ju hin vetë apë mërësh, po, pse me kërë një saf para meje, se kë punë se vapi është apë, apo, dhani, përshka këse, e ka një përgjësi ka shi vetë vetës për marë se vapë, edhe këtu, hapët një mundësi, hapët një qka, nëse e mblojnë dhe tjetë, elhamne e krytën e tapëtën, jo, besimtari kër e kryjnë dikush, e jam shirë mundësin me konë pjesmari njët keq, nuk njët këmat, shoqër që patë kush e kryjnë, sullu adhoni e apëtën. Prandaj, nga manifestimi praktik i përgjësisë është edhe marrja e përgjësive, jo me ufëri, të pisbërthejmë praktikisht, jo me ufëri, me emocione, po me analizë, po me dije, por kur bindet se është e dur, e merr atë, nuk ik pjesë atë, nuk ik pjesë atë. Edhe, normal, e kemi edhe të fundit, po, e fundit, ka shumë cilësi, po, du me përmi me të fundit, është edhe nga cilësi që i përrecon besimtari si pasojë e kësaj vedije që posunojmë edhe kuptimeve që i ndërtuam, është edhe optimizmi. Është optimist. Nga se thamë atje, nga kuptimet e gabuara është zhgënjimi. Nga funksionimi i dur i kuptimeve është optimizmi, se gjërat lidhen me zveti. Po optimizmi këtë situatë tash vlen për profilin që po e ndërtojmë, jo për çdo situatë. Pra optimist është se kam ushnosh, optimist është se kam u kthy djali pjesë. Po, kjo është e kërkuar. Po flasim për një optimizëm pak më të veçantë, më specifik apo, që do ta shohim inshallah bindni laptën. Pejgamberi alayhis salam të ndërlozur ka kaluar në situata shumë vështira, shumë kritika. Edhe e gjen nivelin e optimizmit në ato situata me të vërtetë marrëmendshëm.
nuk e gjen të zhgënjur, nuk e gjen të friksuar, nuk e gjen të zbrapsur, po e gjen të guximshëm optimist. Të guximshëm optimist. Sikur se Allah e përmend për shembull në surën Tauba 40 rastin kur mushrikët e Mekës janë afruar shpellës, edhe pejgamberi i ka Abu Bekrit, i cili ka thonë, masane i ka thonë, nëse i këshyrin veç këpucat e ty, në kam në po neve, qaq nga ti ma thonë. Apo thonë, nëse veç por, a kam këshy që shtot në shpellë, të këshy që shtot të poshtë, në këshim pa, që të e në konë, veç cërukun, apo shtë nga të. I thonë, la të hazen, inë Allah e ma'ana. Ose mërzeti, Allah me neve, kjo ka qenë qaq e sinqert, qaq që fuqishme, sa që Allah në Kur'an e ka përmenë. Së shkët të rësmetimi Abu Bekrit, më tha pejgamberi, Allah e ka përmenë. Fuqin e bindjes, të vëkullit në Allahun të barekotala. Optimist, Allah është me neve. Kjo, të ndërëzër, nuk shpjegohet kjo përjetotëm. Kjo përjetotëm. E din se, këtë situatë, ka më në një mua Allah azo gjatë. Sikur se, kam pas nga sahabe që kur kam bo be, është zbatu betimi ty në vënd. Nga ta ka qenë Berra ibn Azib, radiallahu ta'ala anhu, e kur kanë qenë tek muret e këti Muselime Kedhabit, apo? E ka qenë i fortifikum, e ka qenë probleme hi, e ka thënë, ban bebe që kena me fitu, kanë wallahi kena me fitu, edhe i ka qenë Allah Gjelle Vala ato fitur. Ai, më thonë, qka që sfitan, dush me shpagu të një betimin. Kjo nuk shpjegohet, kjo përjetohet, është situatë e caktuar që ti e heton që Allah është me ty, edhe ecë për para. Ama këtë situatë të ndërëzër, ku se sjell? E sjell një varg faktorësh, zemra jote, lidhja me Allahun, tevekuli, sinqeriteti, bindja, motivi i mirë, këto kur bën bashk, ahireti, e përdoj një gjendje që veç ti din që është mosilla. Po s'u shpjegon dikujt tjetër që veç atë pjesën e reagimit. Jo valla, këtë reagim e ka nxit një varg veprime saktuar. S'mund të shpjegon. S'mund të shpjegon. Prandaj edhe ka pas nga sahabe që kanë bërë veprime, ka era thush, a nuk është kjo me rreziku vetveten? Po, ndeshët përgjithme po. Ka situata kur e dire pse e ka bërë. Dhe deri kur Khalid ibn Walid ka pi helmin atë. Apo ja ka pi mi ka thënë që ati mi ka thënë që pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë që shpata Allahut apo më. Apo edhe shpata Allahut s'mund të me helmu apo. Do jo për me tregu fuqinë e tij, po për me tregu, domethënë dominimin e vërtetësisë së fjalës pejgamberit në jetën e tij. Të më dikush, edhe jo mos e bëti. Mos e bë. E ke pa ka do ushtrimin i kom pa kërë në YouTube, thonë mos e provojnë të shtëpia, se s'bëhet shtëpia, se e ka shtëpinë. Do ndërton pak më specifike, apo kuptoni? Edhe ndësani mos i provoj gjithmonë se s'dal çështë apo. Po është një varg komponente që përbën një gjendje të caktuar, thosh vallahi billahi Allah ka më animuar. Edhe është që çështë tash apo. Dikush bën be që ne çështë apo po zlez. Sa shkjo me, thon, sa shkjo me veç me be apo. Andaj ka thonë Ibn Qayyim rahimullah kur flet te libri Dawa për duan apo, tetojmë bën dua apo. Tetojmë bën dua apo. Dallon kush e ka në dorë apo harkun edhe shtizën. Kush e ngrej mirë atë. Dikush edhe ai ka harka ai koshtis, po s'ka takat me ngrej, që ti bën poshtë. Dikush ka gjë fort e ngrej. Njëjtat me ti kia thon. Po forca e tërheqjes apo mërash. Lartpamësia atje vjen përcaktues pastaj të funksionimit të harkut edhe shtizës apo. Dhe këtu optimist është besimtar apo. Inna Allaha ma'ana. Pastaj të ndërmosur kemi pas edhe raste tjera kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në luftën e Hazabit apo këtu i ki edhe shpërfaqjen e dy formateve të vedijes e të mentalitetit apo. I lidhur në bark nga uria me gur, buks kanë pas më hungur. Të rrethuar nga gjitha anët nga koalicioni i Kurajshve me fiset arabe për asgjësim të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, don me shansa minimale për shpëtu. Jo për të rezistu, apo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke godit atë gurin e madh, kur ka godit për me thyet gurin për me qel të ndekun, ka dalë shkëndiza. Ato shkëndiza ka thënë pejgamberi Allahu Akbar, e parë që u çliruan kështillat e Kisras apo. Subhanallahu. Kisra super fuqi botnore apo. Persian apo. Unë e pasha që u çliruan me shkëndizat e gurit që s'ki pajisje me e largu apo. Një gurit ta ka zonë udhën apo.
Po aq, keni më paqë që ndodh. E çka kanë thonë besimtarët? Hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Çu ka thonë pejgamberi, ka më ju rrethu, ka më bu. Po, reagimi i besimtarëve, optimist. Edhe pse na reagojnë, na rrethojnë e bojnë, na vazhdojmë. E çka ka thonë munafikat? Me atë vedinë tyre të sakatosur me kuptime të deformuara, kanë thonë, pa na premton pallatet e Kisras, e ne nuk kemi të lirë nevojën fiziologjike me kryer rahat apo. Të dytë në çfarë situatë po varet apo? Kush çu lexon situatën, që thash më herët, vedia pse më i parë thonë pak më ndryshe. Dikush është fitore ndryshe, dikush është situatë ndryshe, dikush është ndryshe, si ata që kanë për Basrës, njëri ka unë i mur pusi hallkun, tjetri Koxhamirin apo. Dytë nivel ku është i, apo. Varet apo. Andaj besimtar është optimist, gjithë me gjën anën e ndritshme me pa. Po veç. Çfarë kjo punë? A thotë që çdo po çfarë kanë ja gjoni vex për me deportuar. Prandaj çish funksionon kjo të ndërvëzë në të përditshme. Funksionon çështë apo. E para, kur ka optimizëm, ka përpjekje për të deportuar ndryshimi të këtë fushat apo, të këtë shtresat apo. Do nuk thot për shembull, nuk thot çfarë apo. Njëri që ka zhgënjim, ka zhgënjim, e përmend manifestimin e tij, çush kjo, një nga ato është edhe nga përvoja e tij për shembull, nuk ka shpresë se një kategori caktuar u zot. Për shembull thot, këtë që kanë arsimtar janë komunistë apo. Ata badiallo ata, janë edhe nuk ka projekt për arsimtarët. Nuk ka projekt për mjek. Do të ketë mjekën pa moralshëm. Njësun e gjon, apo me të përgjegjësimit apo, që shkakton mos veprimin. Optimist thotë, jo më tonë zonë, edhe familjet e ketë, na ketë kanë me quam. Nga se Allah xhalla wala çka ka thonë. Të ka dërguar veç të datë të ketë. Të ketë njerëz të dërguar. Të ketë njerëz. Parna të ndrozë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bëu dua për Abdullah ibn Selulin, kokën e poshtërsisë, e të liksisë në Medinë. Ka bëu dua. Deri kësaj ka Allahu xhalla wala mos bë dua mo. Çfarë s'ka mo. Këtë komplotin, këtë poshtërsitë me dinë ai ka udhëheq ato. Gjithë e ka bëu. Dhe prap pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka gjetë motiv e guxim, mu lut për të që Allahu më ia fal, derisa Allah ka thonë mos gabon më ia fal mo. Wala tusalli ala ahad minhum mata abadan. Edhe kurse që des me tyne, s'ka më ia fal gjenazën më. Kjo atë të çka është? Sa më këtu optimizëm apo. Këtu tash ka diçka tjetër, këtu ka tekst, këtu përfundon gjithë çka apo. Ama deri këtë nivel ka shkuar që ndoshta ato. Ndoshta. Ibrahim al-Sam, sa ka bëu dua për babën e tij. Baba i tij jo idhujtar, po shitës i idhujve. Ai ka prodhu idhuj, ka shit kufër, ai ka shit shirk, baba i Ibrahimit apo. Alayhis salam. Ka thonë se astaghfiru laka rabbi. Edhe pse më ke përzon, më ke dëbu, ai ka qit pi shtëpisë, pi vend. Dit mi këtujt. Ka thonë unë kam kërkuar falë te Allah për ty. Dhe se Allah xhelalu ka thonë s'ban më bëj istighfar për ta. Unë kryej. Tash kryej. Shikoni, kjo është optimizëm. Ndoshta, ku e di unë? Kjo me te kalu vetveten, që me dominu parimi, jo autoriteti personal apo. Gjithashtu optimisti i vlerëson mundësitë ekzistuese, e nuk jeton në imagjinata të mundësive që s'janë ato. Mirë kemi të patik shumë pas. Po tash si kena pas, çfarë bëhet tash apo? Nga se ai çka patëm, të zhgënjimi patëm stërmadhimin e mjeteve. I shkuan mirë pas çikaç. Jo. Optimisti mjaftohet me këtë çika. Me çitohet të më ndërtu. Pastaj situata sjell edhe mundësi tjera apo. Nuk në version mundësi, nuk në version, domthonë nga se është optimist. Inshallah me Allah xhelal, edhe me këto kapacitete, edhe me këto mundësi mund të bëhet në një herë apo. Optimisti fokusin e ka në veprim e nuk e ka në gjykim. Ai që është optimist nuk rrin nga se tham zhgënjimi është ai që e pron gjykimin. Optimisti nuk mirë me gjykim njerëzve. Nga se nëse gjykon e ka mbyll derën e veprimit. E ai do me pas këtë derë të veprimit të hapur. Nga se është optimist se mundën muzu, mundën gjena mu përmirësua. Andaj, kur e shet dikon që realisht është ilshuar në gjykime, edhe s'ka shpëtu nga goja tij askush, dije se është i dominuar deri në fund të qimës së fundit të kokës me zhgënjim atë. Se s'ka zemër ti optimizëm. Nuk shpresojnë kërkon. Është optimizmi po. Optimisti vlerëson mundësitë, rrethanat, çdo që kem. E kem një libër, e kem dy, e kem një radio, e kem një xhami, e kem mirë, elhamdulillah, pe çesaj me nisa. Edhe të fundit që nga funksionimi i optimizmit është në rrugë vëllazër, domthon se optimisti
përmend edhe më herë si duhet e inkuadron pikën e mëarshme, po si pikë e veçantë, atje tham fokusin e ka në veprim e jo në gjykim, edhe gjithashtu optimisti nga treguesi e funksionimit të optimizmit është se lëvizim në përputhje me mundësitë që kemi apo. Jo me dëshira që kemi apo. Lëvizim në përputhje me përgjegjësitë që kemi, jo me çefe që kemi apo. Çka është optimist apo? Nuk është optimist ai që për shembull thotë atë ka ardhur kjo çështje e ëndrave me ndru njëri diçka i kalon njëri kanë imagjinata apo jo do të më thuj jo në ëndra çfarë të ngondra të tua apo jo ëndra të tua apo sa të ëndra duhet tani më kthy në realitet e kur bën shumë tani nuk kthehen në realitet apo besimtari mirë me realitetin optimisti mirë me rrethanat e mundshme që i ka apo me vlerësimin e kapaciteve e nuk i përbuz ato apo nuk e nënçmon asnjëri asnjë potencial asnjë mundësi asnjë kuadër apo këtu janë 5 cilësi të ndërrodhëzër, ose 5 forca që realisht formon të besimtari si pasoj e vedijes së ti edhe kuptimeve që mbitor ndërtu kjo vedije për të qenë aktiv gjithmonë, për të qenë produktiv gjithmonë, për të mirën e vendit, shoqërisë, njerëzën përgjithësi, nga se ajo është i bindur se të gjithë njerëzit kanë nevojë për udhëzimin e Allahut te barekuhu teala. Ajo është i bindur se këtë vuajtja që njëri përjeton, të gjitha telashet, përleshjet, problemet që njëri ka lënë për to, është pikërisht për shkak se janë ndonë nga drita e udhëzimit, për arsye. Ajo është i bindur se njerëzit kanë nevojë për shpalljen, kanë nevojë për modelin si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj për depërtu këtë tek njerëzit, për të përmirësuar jetën e njerëzve, ajo është aktiv me tërë kapacitetin e tij, por aktivitet që thash i cili ndërtohet me bazën e një vedije, suqëlsie, maturie kështu me radhë, jo nxitimi, ngutie edhe mungesa e diturie e ignorancë. Prandaj kërkojmë një aktivizëm të organizuar, aktiv me gjitha këto që i përmenda, suqëlsi, maturi, domthon përmendëm guximin, përmendëm durimin, përmendëm domthon pas durimit përmendëm domthon edhe përgjegjësinë edhe normalisht fund optimizmin. Çka më ne është një fotografi deri e kompletuar që duhet tashmë të inkorporohet në personalitetin, identitetin, mentalitetin e çdo besimtari që të jetë një aktivist për më i zellshëm, produktiv në shoqërinë ku ai jeton. Nuk është indiferent, por as nuk është arrogant, por është mesatar, ndjek udhëzimet e duhura për të mirën e të tjerëve, me vetmohim të i kalon edhe vetveten për interesin kolektiv, nga se është i motivuar nga ahireti dhe shpresa në shpëlimin e Allahut te barekuhu teala. Besimi e motivon, besimi e udhëheq, udhëzimet e Allahut te barekuhu teala janë burim dhe referencë e mësimit të tij dhe gjithmonë punon me moton që Allahu xhallahu ka përmendur në Kur'an, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Na presim nga ju as mirënjohje, as falënderim, as certifikata, këtë e bëjmë për hir të Allahut mënduar vetëm, nga se dojmë që ju të jeni mirë me Zotin, që të jeni pastaj mirë me vetë. Kjo është mesazhi i muslimanit dhe mesazhi i seminarit ton. Kjo është pjesa e punit e kësaj. Tash kemi një pauzë, pastaj kemi edhe një pjesë me diskutime. Kam qenë pa disa mendime, sugjerime të caktuara, lidhur me këtë që kemi trajtuar, edhe me atë edhe mbyllim inshallah këtë seminar. Lutë Allahu xhallahu që këto që kemi trajtuar të jenë të dobishme, të jenë mira, të jenë të duhura. Pëlqimet eventuale kërkoj falje edhe lutë Allahu që të na fal, nga se për një temë kaq të madhe don me të vërtet përgjegjësi të madhe me trajtu, don përgatitje. Andaj për çdo mangësi dhe lëshim Allahu na falt, për çdo të qelluar Allahu e pranoft edhe e shumë fishoft. Allahu shpëlbeft, sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi sallam taslima katira.